Një tjetër skandal që lidhet me fshehjen dhe trafikimin e personave në kërkim nga SPAK, prokuroria dhe policia e shtetit është zbuluar ditët e fundit. Ai dyshohet se është kryer nga ekipet elektorale të partive politike, të cilat kanë zhvilluar takime me diasporën në disa shtete të Evropës. Sipas informacionit të mbërritur në pamfleti, në ekipet elektorale të PD-s dhe EPS-s kanë qenë të përfshirë persona në kërkime me precedent penal. Ta individ, duke shfrytzuar statusin e antarëve të ekipeve elektorale, janë pajisur me dhëna false dhe kanë dalë pa pengesa nga Shqipëria për të hyrë më pas në shtetet ku organizoheshin takimet me diasporën. SPAK ka marrë indicie se përmes këtij mashtrimi, nga Shqipëria kanë dalë 8 persona në kërkime me precedent penal, të akuzuar ose në hetim për vepra të ndryshme penale dhe me dokumente të bllokuara në vend. Këta individ, sipas të dhënave paraprake, janë pranuar në ekipet elektorale të PD-s dhe EPS-s në marrëveshje me drejtuese deputet, të cilët kanë lidhje miqësore, familjare apo bëjnë pazare të pista me ta. Në këtë mënyrë, personave të kërkuar u është mundsuar udhtimi drejt vendeve të BE-s dhe Mbretërisë së Bashkuar. SPAK, në bashkëpunim me prokurorinë dhe policinë e shtetit, ka nisur verifikimin e personave që janë larguar nga Shqipëria si pjesë e këtyre ekipeve elektorale. Pista e dytë e hetimit është fakti që këta persona nuk janë kthyer më në vend me të njëjtat ekipe, ndërkohë si pistë e tretë po hetohet lidhja e tyre me drejtuesit e PD-s dhe EPS-s, si edhe me deputet, ish-deputet ose zyrtar të këtyre partive. Përmes sistemit Teams, organet ligjzbatuese synojnë të zbulojnë se në cilat shtete kanë hyrë fillimisht këta individ dhe si kanë lëvizur në destinacionet e tjera pas takimeve elektorale me diasporën. Ka dyshime se ky truk për trafikimin e personave në kërkim me dokumenta false është përdorur në mënyrë të përsëritur nga parti politike, ministri, bashki dhe institucione të tjera shtetërore. Rasti më flagrant është ai i Fatmir Mediut, i cili sipas burimeve ka mundsuar futjen në Itali të një shtetasi nga Berati, të dënuar me 10 vite burg për trafik droge. Ky shtetas, përmes dokumenteve false që identifikonin si zyrtar i parlamentit, përfshi në delegacionin e kryesisë së kuvendit që shkoi në Bruksel, duke shmangur kështu kontrollet ligjore.